kërkas jemi. Ta i përket YouTube-it, ose edhe kështu me men, kërkas jemi. Zdi bro, bëll një herë shive të mija kum hek, po mëne jo kum hek, po e kum pos një farë situate, para një viti që shtu besoj që e dini me atë gazetaren, me radio të Dukagjini e këta kanë full cash për mu, jo mja bloku, jo që shtu pitut fmin, jo po bënd për fmin, jo se në vene. Pastaj kalaj ajo shive të mija, kalaj që ajo situatë, tash vjen një situatë tjetër, që si për shembull, që kja fotoja. Imaginan një është postur në rjetin e Prizrenit Shqipe, që është një grupi Prizrenit, këtu në Prizrenalive, edhin që janë, edhe janë qëtë grupe edhe i postojnë ka 90 plus video në ditë, të me thonë janë aktive edhe janë bi 37.000 pjestar këtu brenda. Edhe bo se ky boca doktor Fadil Rafsh, të me thonë Asfalt, doktor Fadil Asfalti e ka postu e një foto. A ka nëj blok në YouTube, mos me pa fmija që ta, se na lodhen shka se ren aty emrin Taulant, s'po muj me bloku në YouTube. Dhe me thonë, vetëm kur e she, para me në, jas me shkrujt s'ka dit, ajt veç ka i me e bo qëtë postim. Ajt qa me bo, pe bëj qëtë postim, edhe ato e ka qitë në grupin e Prizrenit, që unë jam veti Prizrenali, para me në, qyteti jem tani me menu keq për mu, ose me thonë qka unë të ndodhë. Dhe me thonë para se minja dhe komentet mi ledzu, se ma shumë jem prek edhe pi komente edhe pi këtoj. Me të regu drejt Shqipe nuk është që po më hanë, po thjesht po du dhe juve mi ausharu se na jena shumë mropa na shqiptarët, na jena tepër mropa. Adhen neve na vynë edhe zdi sa vjetë mu bon si Gjermant, Zvicerant, Amerikant. Ato që po unë ka një herë, thëmë shqyr që jem jashtë, që jetoj jashtë edhe është njerës ma të kulturum janë këtu, ma të respektushëm, ma nuk i hanë që ka bon ti, ma nuk ta përmenin, apo më kuptani, thjesht që jem duhet mu me pos pache. Ky mër vlla mas pari, duhet si bab, si prind ose qa pëdyune, mu marrë me fmit e vetë. Unë e pasha zotis, si jam të kuptu qa hamomi kanë më vlla, qa mi përmenin mu fmit. Jo fmit, jo që fmit, jo ashtu ju kështu. O bro, unë e kum thonë edhe në atë video në kalume. Une që tonë Shqipe nuk e kuptoj, a jeni të po ju që tu të ekroni jem në YouTube, a jeni të po që tu natë që ka po shkruun, Taulant Abazaj për fmi bën video. Une kërkur nuk e kum dhonë kontratu se kum në shkruj të bro që pëj për fmi. Tash që më këshyrë fmija ytë, une i kum thonë ati këshyrë mo ti djali i qëti. Unë që tonë vlo si jam të mujtë me kuptu, njëri më thot mu se ku marrë shpesher dhe kërcnime, sharje në për Instagram, në inbox, të më thonë njëri baba i fëmijëve, para me në një burë me mjekër, baba i fëmijëve mu të më shajt, fliqt. Qështu ka me ta bon, kur të të nëzon live, qështu, po qëtë video pitut fëmijët. Po do me folë të shka ka thonë ky krejt, ama po do me thonë që para me ndëni një njeri i pa shkollë, një njeri shumë i thjesht, që ai nuk di ma shumë se për te Kosovës me dala i zdin hup. Një bab që zdin as shka me thonë, shahat veç. Me dhe me po do me thonë shëpët e mija që unë kur gjonë s'kam të bëj për zhama me fëmijën e ti. Unë që do s'jam të kuptu bro, po kam qef me do një njeri, ose një youtuber, ose një njeri që e sharon që të punë. Me thonë qka më t'i kanë mërë vlo këta, pashe unë që do s'pe kuptej. Bërnonë një kojsha egzistojnë sa youtubera be t'jashtet, bërnonë një kojsha PewDiePie, be Markiplier, Jacksepticeye, Kalos, Mr. Beast, sa tjerë bro se s'un po muj këtë mi përmen. Krejt bërnonë një kojsha shohen, po une kur nuk shona, qa që fliq për shema me thonë ta qështu. Ta kojsha bro, unë e kam se shprej, ta kojsha e thëm edhe si në humër, ose kuder, kur, vanaj sen, këto e në thjesht fjall humër, komedi që unë i luj, edhe këto sun minol mu kërkush. Amo, unë e kur s'kum bo video të përmen fjall të fliqta. E në qo se ju që to pi konsiderani si fjall të fliqta, që ka bëni mër ju mi po youtuberat e tjerë që përdojnë ta mën fjall të fliqta? Po youtubera shqiptar, inë e lyp një vet, shohen me rëp, e përmenin kën, e përmenin pën, e përmenin qën. Kur kush s'fol për ta, qa muti mu keni kap mu? Bro, a qa qinit propambetet më vlo pa shkollë, juve duhet mju që edhe njerë në shkollë, e pse i një baba, burra, edhe njerë duna me ju këthy në shkollë juve vlo. Ose me dal pak jashtë Kosovës me këshu qyshon përëndim, qfar njerës janë këtu më vlo. Energji veç të keqe kanë, tash me një dhe komentet të mi ledzu. Që në Shqipe këtë tjetërin, që ka komentu edhe zhdë sen komentit, se mazi po më thëjnë mu anonimës me emër pa një orë, se me ftyrë kjus del këtu, sa në i farë qobonja në i kush, njëjtin probleme kam 5 mëngjes kur t'janë i zonin këti mu mlojnë ment, ka të losëm njëri. Ky tjetëri ka thënë Gold Digger e kush pëlqon këto në 5 mëngjes, po kuptoj, jali tybe. Që kjo në Shqipe një
fakt që djali i këtij ma shumë do mu se babën e vet. Dhe me thonë djali quhet në 5, unë nga në mu, e këto nuk e llogarit. Për shembull ky personi tjetër tash edhe s'du shipe sen me bo bluras me fshin. Çka të kanë thonë këta, çka janë shoh pilon. Te pas çatër ku pi fshimin e këta sene, o për shohat banale. Onë të bona tash tamam banale në kështu. Çe ky djali tjetër. Aha, në njëri me çamirat. Ai shumë merr e ka thonë në për videot e veta që me zër mos mi këshyr videot e mia. Shkon familja e filonit thot me bloku. Kur budall e ka fëmin e vet, që ja jopin telefonin 2 vjet apo 3 vjet, veç me shliru bothën e vet. Tani po thënë jo po na prish fëmin ky fucking bullshit. Që ky personi ja kisha boll like direkt. Shikoni shipe çfarë komenti legit 100% çish duhet mu kon. Shikone, shumë e vërtet është. Ky tjetër që ai ka komentuar mu Tajland ajeti. Po mendon shipe ky mos jam unë që ky personi e kom shkruajt komentin unë te kjo faqja. Tani ky tjetri tu e shojt këtë tjetrin. Mos ju thuj fëmijëve 2 vjet budall. Tu e shojt këto. Pastaj shojmë këtë bosin, baba i fëmijëve të vet që ky tjetri ky bosi, shkojmë të gjithëve me kanë një report t'ja bllokojmë. Janë mund jo me një report, me 3 milion, 100 milion report aty s'u ne bllokon kurr. Energji negative mundesh me shpreh sa don edhe hate. Edhe me më kërstu mundesh po që sen kurrë edhe 3 milion vjet s'u ne bën. Që ky tjetër çka i ka thon pastaj. E qysh ja jep fëmis telefonin pika par. Kur s'ke nerva mu merr me fëmi pa e mashtru me telefon mos kërko arsye tim për dimi. A peshe shipe beçe ko ober nono kur po shoh që si njerëz të mençëm, shkollum, e jo çobona. Kur po shoh çështu, a din çysh po më vjen sa mirë. Njeri kur e kupton e këshurin ata mu shliru vet këni na ajt jepja fëmis 2 vjet, 3 vjet telefonin, në qetaj mu, pastaj po thënë, çka penin ta olontin të fol, laj po fol vet, po nonën ja kosh, ajo mu në mësu si fëmis tëna, o vlla, unë e kom thonë 100 herë, unë e bëj video për veti, bëj për ata që më dëjnë, për të rritur, unë e luj loja horror, luj loja aksion, nashta ka dhe skena erotike aty, si për shembull GTA, por kujt si han ose ti s'ke nevojë me këshyr. Si unë për shembull, një video që s'm pëlqen se këshyr as fëmis tem si alon. Po ti kur je bobi dopt, çapo merresh me mua, apo kupton, a veç hajt ta shoj ta olonte, na të thëm palite sen. Që ky tjetër që më ka pëlqyer edhe ky me komentin e tij. Përshëndetje i nderuar, ta olonte nuk bën video për fëmijë, po për adoleshent. Shumë e vërtet. E ndoshta edhe mbi 18 vjet. Shumë e vërtet, ju shipe vetë dini, lojat horror janë plus 18. Lojat që ka na skena erotike, jo del naj famon, jo del naj burr i zhvesht. Thjesht loja, o bro, loja ka çështu, ata lojat i bëjnë për neve. Po më vjen keq me të thënë ama ti si prind duhesh mos me lënë në YouTube, për në YouTube Kids. Sa ai është për fëmijë të vegjël. Videot e tij nuk janë për shijen time, por s'kam pas nevojë me blloku. Që ky personi është i madh, i rritur, që ky anonimi, pe tregon që është vet i madh, i rritur, nuk mi këshyr mu videot, po thotë që nuk ki nevojë ti mi thon ashtu. Për shembull mu. Ja kom fshi djalit YouTube-an, po thot ky. Sa aty ka video shumë herë më të këqija se videot e taulontit. Kështu në shipe. A pe vreni. Që ky personi ja ka fshi fëmis vet videot, YouTube-an, se ka pas sene më të këqija aty, edhe shumë e vërtet. Jo që po do me mbrojt taulontin, po thot ky djali as nuk e njoh. Ama besom se çfarë video munden me ju dal fëmijëve në YouTube, taulontit janë lule. Apo kuptoni? Me demek ky do të thotë që video në YouTube ka alo më të këqija, e ju videot e taulontit janë shumë poçe, lule, me demek shumë të mira. Pastaj që ky personi njëjtë, që ky rrofshi, personi njëjtë ka komentu, pastaj ka thonë, po ju tregon prolla, aty shka spirren me do lojna son po bllokoj. Oh my god, shikoni me shipaz, kështu është çfarë komenti. Që pastaj ky personi tjetër, po e kam blloku, apet më dilken vende tjera, e kotish. Ky ish si ai bari, magari që thonë se s'mundesh duk në përbari. Fjalët e pista, fëmia prej këtij mësojnë, po më keq ato që dramatizon të situata me anguzemës fëmis të shtim. Po mirë be ti bës, ti bosi i Facebookut, ti a përdor vet TikTok? Po. A këshyr fem në TikTok ty aty? Po, e shumë e vërtetë është. A këshyr në live stream ç'a bëjnë TikTokera shqiptar? Ai ke po. Po, i ke po se vet i këshyr ti që ata në për live stream e qa bëjnë. E qa bëjnë bra ty se në të flishta bre, në për live stream se s'du mja për me nërmën e tiktokerave. In live, qa bëjnë aty, qfar fjall folin. Po fëmija që aty nuk pimsoj kanë TikTok, dhe me thonë fëmin s'përdojnë TikTok. Çdo fëmijë në TikTok është. Ai pa 3 vjeta, 5 vjeta, 6 vjeta hec me telefon. E pasi që në TikTok ai nuk po mësoj ka keq, atë unë ku më mësoj keqa. Që ton s'po kuptoj, shqipët e mia vetëm ju mas qarëni mu që ton. TikToki ku ka ma i mirë se YouTube janë në atë aspekt që s'ka se në të flishta. Në TikTok mërki vrasje mër, ta më në vrasje mër. Po s'po foli për se në tjera mër bro.
në München që po jeton, 2 fëmijat e mi, 2 fëmija mi janë mësuar me shajt me thon shumë fjalë të këqija prej ti. Qyne shipe, çka mi thon këti? Unë s'kam fjalë, apo them unë se kum si më to e bë çet video as me shajt kërkan as me fol keq vështish, po nervozona me faktin që shumë jena për mas më vëllai na shqiptar që nuk di më vëllai ç'a është për te Kosovës ose me menu me thon YouTube shqiptar. A den unë domethënë mësu pitolon të fjalë të këqija. Po çfarë fjalë të këqija më unë po fol kam vëllai. Unë muja edhe me fliç alo më shumë në video. Me shoh, me thon kën, pën, çën. Jet më mi thon unë si youtuberat e tjerë shqiptar. Po ti nuk I njen ashtu ata youtuberat e tjerë shqiptar. Se na s'ka ndalë shumë for you page, në home page si unë për shembull. E hajt ta ulon të që ky po, që ky më I fam shtëpi pi dal fëmisë të më shumë që tipi shkrujën. Hi këshyri të tjerë ç'a folin, pastaj kemë për qof, mua kemë thon ku valla gabim kush nëse ky ka më I mirë sa ata. Ky s'po fol ka sen, po unë jem gut. Diçka që vetëm ja çarrova me cik është se mu sa herë të vin Kosovë, u mnalin, unë rrugës vëlla që edhe rosë si tham, rosa e din pasha unë rrugës kur dal kom qef gjithmonë me dal me kapuçë dhe me syza, se kitë mnalin rrugës. Sidomos familjar, bashkëpërqetim që e kena, ju që keni fol keq. Familjar, babë, non, daj, pasha zotin, qatë shumë mnalin rrugës, du të me bo foto çdo 50 metër. Çdo 50 metër që ecim mnalin. Edhe kitë më japin fjalë të mira. Djali jem të këshyr shumë, vajza ime të këshyr shumë, ton ditën e lume në televizorin ton je të këshyrëm. Qyse posh njëni rrugës që më tha mu, ti ma ke mësu djalin tem mu sha. Veç nalë me këshyr thëm, pa unë jem baba yt ati, I tina. Qa ka këtu, qa ka mu në të bëj me djalin ton. Edhe gjashtu shipe ka pas në Instagram, tu me cekush për ka pas raste fëmijë të sëmur, që Allah I shëroft ata, fëmijë të sëmur kanë pas, që qatë shumë kanë dosh mu më kanë këshyr, pastaj jenë sëmur, edhe familjar të tërë prindit më kanë qenë mu mesazh kanë thonë ta ulan ta bën një video mja që fëmijës tem se është I sëmur, edhe shumë të ka dosh tyje mja nesh ditën, edhe ja kum qu me gjithë qef. Edhe ndoshta ai personi ka bo ma mirë pastaj. S'di unë aty më ka bo ma mirë, thjesht kur ka marrë një mesazh për një youtuber që e don. Pasha zotin s'di. Kjo që shqipet e mia me çka shpe përfundoj, like, comment, subscribe ju do shumë edhe bye bye.